Përshëndetje miq të InTV, kemi ardhur sërish si çdo ditë të premte në orën 17:00 dhe ku tjetër në InTV, këtu bashkë me Ring Quiz. Është sot java e 14, një tjetër sfidë i duke afruar sa më shumë asaj fazës së dytë. Do të presim sot dy konkurrentë të tjerë dhe më pas janë 20 të mbetur nga 10 puntata që do kemi mundësi të ndjekim për të shkuar më pas në fazën e dytë, në gjysmën finale dhe në finale të Ring Quiz. Por përpara se të arrisim në finale, përshëndetje njërë dhe nga unë Greta, do t'ju flasim pikërisht për konkurrentët që do të vinë ditën e sotme. Besoni që në Ring Quiz ka pasur goxha konkurrencë, edhe unë me Devi nuk di më se çfarë tjetër themi përveç se kemi konkurrentë të shkëlqyer, që na kënaqen me informacione që vetëm Ring Quiz ditë fal, edhe përpos këtij fakti sigurisht që përpos se ne zbulojmë shumë talente të bukura në Ring Quiz, edhe publikun ne informojmë me goxha informacione që jo vetëm ju nga shtëpia nuk i dinit, edhe konkurrentët sigurisht i dinë se janë të shkëlqyer, kjo që dihet tashmë. Por edhe unë dhe Devi mësojmë disa gjëra dashurmiq, kështu që ç'na mbetet neve tjetër përveç se nisim menjëherë me të ftuar ata që janë më kryesorët dhe për ata ka rëndësi, prandaj bëhet Ring Quiz konkurrentët Devi. Normalisht Greca po e the konkurrentët dhe sot do të zbulojnë që janë dy djem nga dy shkolla tepër interesante. Nuk e di se çfarë do ndodhi. Jo, unë nuk e di se çfarë do ndodhi, gjithmonë e kam pak me frikë kur kemi djem në Ring Quiz. Po ne di që gjithmonë do të fitoj skuadra ime dhe do shkojmë. Nuk është ajo çfarë ka rëndësi, nuk është fare ajo çfarë ka rëndësi. Kemi 14 javë që zihemi me Devin se kush do të fitojë unë apo Davis, por fund fare sigurisht. Në fund fare sigurisht që janë talentet ato që fitojnë edhe na rrëmbejnë sa njohuri shumë të bukura. I ftojmë njëherë, nisim me të parin. Okej, mirë, do të vim njëherë me konkurrentin e parë, i cili vjen nga shkolla Petronini Luarasi, dhe ai është Caitlin. Eja Caitlin, përshëndetje. Përshëndetje Caitlin, si je? Ja, shef, e din tani. Po mi ma u të prit njërë se s'ka ardhur konkurrenti. S'ka ardhur akoma. Jo, nuk ka ardhur akoma. Do fitojmë sot plak? E tham kush është skuadra fituese, kështu që e ta se kush ishte skuadra fituese. Po la thoni njërë pse do fitoni njërë. Ose më të mirë, nëse kuptoj tash pse lodhe gjithmonë këtë pyetje Caitlin. Jo, do pyesim Caitlin. e tha dhe bashkë kolegu im ne jemi më të mirët, kështu që s'ka nevojë për më shumë, le të fillojmë me Po që më pëlqen kjo situata. Inshallah më flet ai Arlindi. Ftojmë Arlindi dashurmish nga shkolla Feti Vogli Baldushk. Përshëndetje Arlind, si je? Po njërë kush do se i gjove besoj kam përshtypjen. Edhe çfarë ishte, kush ishte replika jote? Ja japim përgjigje në fund. Ashtu, bravo. Filloi konkurenca domethënë. Ka filluar konkurenca shumë mirë, kështu që unë nuk e di. Unë me Devi nuk do flasim më dhe do nisim me një herë fare për të parë se kush do fitoj kuicin e parë, i cili është banka e shkollës. E ndjekim. Dhe kemi shpjeguar tashmë shpesh herë që në banka e shkollës të dy konkurrentët do t'i vendosin përballë njohurive bazë të shkollës. Ne kemi zgjedhur, stafi i Ring Quiz ka zgjedhur që të kemi 5 lëndë kryesore, i shpjegojmë sërish edhe këtë javë për ju, të cilat janë letërsi, matematik, biologji, histori dhe gjeografi. Nuk e di se konkurrentët çfarë do duan ata, ajo kjo është në lëndë në zgjedhje të tyre dhe nuk e di se çfarë kanë menduar se aty ndihen më mirë mbase kanë dhënë notën 10 aty. Unë shpresoj shumë që ndonjëri të ketë zgjedhur atë letërsi të shkrequr dhe Devi e kemi qep. Atë histori, gjeografi. Ka zgjedh një ri domethënë, nuk e di, histori, gjeografi. Megjithatë, unë e zbuloj këtë sekret, le mos e zini ju dhe ju konkurrentët që do vini më vonë. Mos e zini histori, gjeografi, se ne bëjmë gjatë pyetje tjera. Po, ju bombardojmë vetëm histori, gjeografi, kështu që ne në Ring Quiz do të marrim të gjitha informacionet nga gjitha lëndat edhe të gjitha zyshat dhe profesorët do ndihen krenar. E shpjeguam tashmë, 10 sekonda kohë për t'u përgjigjur, 10 pikë për t'u fituar nga Arlindi. Dhe 40 ka për të fituar nga Katie. Ja, pra se të lash dhe kohë që ta thoje, se bëjmë shaka sigurisht, dhe nuk e di se çfarë lënde do të zgjedhin këta të dy. Katie, kam zgjedhur matematika. Okej, zgjapim matematikës. Nuk e di domethënë, po ti Arlind mos më shgënje. Letërsi. E parandjeve ti, letërsi. Nuk është se e parandjeva, po okej, po e marr. Nuk është se e parandjeva, thjesht jemi njësoj edhe përshtatemi, nuk kemi si ju të dy tani që thjesht flisni. Besoj që mos humbas vllai si ti, se thjesht fjalë. Po jo, ne nuk humbasim, ne nuk humbasim. Jo, nuk humbisni ju pitoj ne. Por ndonjëherë, mos më thuaj që ti je para. Ja 9 herë, as i tërës ke unë domethënë. Është normale. O zotë, goja tërës nuk bën. Shiko se pyetje mora unë. Ai morë, di ti lexosh. Matematika? Ha, njërë. Po këto i di unë. Unë këto të letërsis do i qaj. Kur i di unë, kur i di dhe Greta. Po nga e di ti që i di unë? Ti. Po kush i futin zarfa këto? Okej. I zbuluan sa gjëra. E lëm këtë pjesë. Jemi gati për të fituar. Greta e tha, janë 10 pikë për secilin pyetje, 10 sekonda për të menduar. Të sugjeroj ti presësh 10 sekonda, pasi është kohë në favor për ty, nuk humbet asgjë, thjesht të shtypesh pulsantin gjithmonë për përgjigjen tënde dhe të mbesh 40 pikët për 4 pyetje që kemi. Në fakt nuk e pyetëm Caitlin sepse ka zgjedhur pikërisht matematikën. Edhe sigurisht ndër të tjera ishte lënda që ndihesha më mirë.
Aty jeti më mirë, po letërsim për shembull sepse kam një ide, domethënë gjithmonë nxënësit hasin vështirësi ose janë mirë në shoqërore ose në shkencore. Se ka edhe nga ata që janë shkëlqyer në të gjitha, po. Jam mirë te tek letërsia, por që për këtë quiz më pëlqeu më shumë. Po, sigurisht, okay, është shumë e qartë. Po për ty Arlind, si ke merr pjesë ato olimpiadat e letërsisë, mos më thuaj. Po. Ke fituar? Ja. Jo, po ç'ishte, po thuaj po, Si ka pjesëmarrja më Greta? Sigurisht që po, ashtu si në ring quiz. Nisim me njerë. Jemi gati? Pyetja e parë për ty Kate është sipas formulës algebrike A plus B dhe e gjitha në katror është e barabartë me. Do të thotë formula algebrike A plus B e gjitha në katror është e barabartë me. Janë ato formulat stative gjithmonë. Dhe vërtet e di kam dhe i përgjigjen. A në katror plus 2AB plus B në katror. Okej, kemi një përgjigje të saktë apo të gabuar e shohim tani? Okay. Normalisht përgjigje e saktë. Ka qenë kjo formula e parë nga ato që rreshtoheshin në tabelë, ëh? E di që është e bukur, unë kur simsova këto formula. Si ja bëje se duhesh? Te dora i shkruaja me sirlat. Te dora, unë kam pasur kështu në letra. Kalim tek në letra të vogla. Në letra të vogla. Dhe aty te kjo e bluzës. Atë bluzës, po më verë si ja bëje? Te sqetlla. Që kusa që visheshi me kështu dhe gjata gjithmonë. Ose çizmet. Ju tuna ku te keni problem. Çizmet e gjata i visha unë gjithmonë deri si për gjuri. Edhe po verë çfarë ka vetëm merrnim vjet. Se prim shaka, unë i kam marrë vetë, nuk kam kopjuar kurrë. Ma më mendja, a? Jo, kurrë. Mirë, tek pyetja e dytë tashmë, shas ka kështu katrore gjëra se lexova mirë parën në qava. Okej, pyetja numër 2. Sipas formulës algebrike, A në katror minus B në katror është e barabartë me. Kjo është formula e tretë. Dhe një buzëqeshje kështu që kalon në përftyr. Ç'ishte kjo? A në katror minus 2AB plus B në katror. Edhe një herë? A në katror minus 2AB plus B në katror. Okej. Përgjigja është Pse ngatrove ti këtë? edhe qeshë, ëh? Pse ngatrove ti këtë? Ma thuaj të saktën E lash se vetë. E lezë? A është pritë, do të thashtë, a është ajo që ndahen të dyja? A minus B dhe A plus B, shumëzuar me njëra tjetrën? Të thash priti sekondat se janë për ty. Nuk ka problem. Po ja, do flasi kjo dhe do të marrin mendjen e di unë. Nuk fola, nuk i Ka mora mundësi. mendjen, unë tregova që t'ja përgjigjen. Bravo, si përfundim, si ishte? A minus B, që shumëzon A plus B. Janë në klapa se cila. Okej, përgjigja është. Përgjigja është të Okej, mirë. Është saktë. Kalim në pyetjen numër 3. Shi këto gjërat, kështu në gëta, i qef ti këto. Qa janë këto? Geometrinë, no? Cila është formula e gjetjes së ekuacionit të rrethit? Okej. Formula e gjetjes së ekuacionit të rrethit. Ndërkohë sekondat vazhdojnë dhe Në përfundim? Përgjigja? Ti ke i klije në vit të? Tret. Të tret. I keni marrë, ma rrethin e keni marrë që në 9 vjeçara. Nuk kujtohet ekuacionet që merren në të njëjtën si me rrethin me... Preu shpresa, domethënë... Nuk ka problem. X4 plus Y4 baras me 1. Ja futa kot, më duket? X4 I kam lexuar mirë para se ti funksionon në zarf. Mirë. Kemi dhe një Ta them atë justifikimin? Është fillimi, është efekti kamerave dhe emocionet. Ti të marrësh vetë ke kokë dhe kujtë të Mi duhet që se tjera. japa që tani kanë bërë ca pushime çunat edhe ne kemi bërë pushime, jemi kthyer tashmë të tani 11, jemi kthyer nga ato pushime të vitit 3. Unë jam akoma në ato wish you Merry Christmas. Ne të bësh një pyetje sa copa ndahet baklavaja, sa kohë ka gjeni. Po ndahet në yll. Në yll. Si formyllë aty. Bravo. Apo jo? Ylli vetëm pemë, nuk vetëm. Jo, në baklavaja nuk quhet yll, nuk mund Nuk quhet yll. Gjithsesi, emocionet, a? Mos ne dimë vetëm fare. Mirë, nuk ka problem, nisi e mirë, kemi një pyetje tjetër. Unë do ta gjesh të dhe pyetja është: cila është formula e gjetjes së ekuacionit të elipsit? Kaluam nga te elipsi dhe ti nuk e di, ke edhe askë. Po provoj një herë. Nga ajo çfarë thamë përpara, mendo si mund të jetë X4 minus Y4 barabartë me 1. edhe një herë x në katror. Minus Y4 barabartë me 1. Okej, përgjigja është. Okej, përgjigja e saktë, e di e kët. Okej. E di, do të thonë. Ajo ideja jonë që shiko, e ke pak a shumë si ajo e rrethit dhe ky qëndron vetëm shenjën dhe e di. E dia. Mirë, Është nisë shumë mirë pik. ama. Nisi e mirë. Le të shikoj tani letërsinë Arlindi që shkruan poezi për të dashur. Apo jo? Mund ta përshëndesësh. Base. Bjonde është brume? Gëta. Brume. Është brume. Që po them mos të tregoj gjitha. Është brume. Si është brune. Si ka emrin? Jo se gjomami asaj pastaj. Scarency. Mirë, s'na pas ka rënë kështu romantik. Unë të t'japim ritëm, sa ajo koha pastaj... Koha televizive. Mirë, nisim një herë me pyetjen e parë.
Komedia hyjnore, vepër e cilit autor është? Dante Alighieri. Dhe përgjigja jote është Dante Alighieri, e saktë apo e gabuar? Ja, Përgjigje më ndalon saktë. regjia, mos e përmend parë thot atë të gabuarën, se nuk është e gabuar, bravo. Qëndrojmë sërish tek i njëjti autor. Cili është emri i vërtet i Dante Alighirit? Nuk ka ndryshim shumë të madh nga Dante. Mos e ke lexuar mbaset e librat. Jemi në përfundim. Nuk e kemi një përgjigje, nuk ka problem. Regjia nuk se pret fare, domethënë nuk ka të gabuar as, Ke që të gabuar ti. Ja do shikojmë, çfarë do pyetja të vet pak. Do t'ishte Durante, përgjigja e saktë, për gjithë edhe ata që nuk e dinë dhe njohin thjesht si Dante. Megjithatë ne do të kalojmë te e treta dhe ti këtë do ma qesh, se e ke lexuar komedinë hyjnore? Jo të gjithë. Jo gjithë, mirë, okay, e keni marrë libër se e merrni pak sa të shkurtuar, po e mbajmë mend. Mirë, pyetja e tretë do të ishte: nga sa këngë është e përbër komedia hyjnore? Ose se ti mund t'i quash proz, nuk e di se si i merrni, po e një për afërt. Nuk e di. Mirë, këto janë ato informacione që ne i marrim fillim para se të nisi libri, edhe nuk është se ja vëm shumë mendjen. Do të ishte 100 këngë përgjigje e saktë. Megjithatë nuk Nuk ka e vendosim problem. mendjen ne, po në provim mature big të Bien ato, shkretat. bien të shkretat, kështu që edhe ne ju paraprim pak. Është një paraprirje shumë e mirë për provimet e maturës Ring Quiz. Po ti në çfarë viti ishe, në? Vit 3. Në 3. Maturante dy të çuna. Ore, keni stres provimet e maturës? Janë stres. Unë dje po lexoja dhe më kapi stresi prapë, domethënë. Mos i streson më Nuk e shumë dal, tani shko tek pyetja po, katërt. pyetja katërt. Në të gjuhë u shkrua komedia hyjnore. Pra ne sigurisht e kemi në shqip, por në cilën gjuhë është shkruar në fillim? Spanjisht. Spanjisht. Dhe kemi një përgjigje të saktë apo të gabuar? Kjo Është e regjia nuk gabuar, në fakt do ta marrë mendoje vesh, tek pyetja 2 që jemi ti në ndryshe ishte Durante, kur e mendo pak Dante Alighieri, Durante Alighieri si mund të jetë. do të ishte italiane. Po fakt italishtja shkon me spanjishtën, kështu që Po, e vërtet kjo, nuk është po spanjisht është Dura, se ka dhaj Dedi Yankee një këngë Dura, Çfarë do të Dura, thotë Dura, për ti Dura. që di spanjisht? E harrova, shkoj në Quiz i ball për ball, edhe kthehemi pas pak Quiz i ball për ball. Quiz i ball për ball dhe Greta vendose pak për ball saj me atë pyetje që më bëri tashmë dhe Dura do të thotë ndalo, prit. Ne Mirë, përballë gjithsesi. njëri tjetrit me gjuhë dhe me kujtesën ne kemi. Po, tashmë do të jenë dy konkurrentët tanë. tanë përballë njëri tjetrit dhe jenë për 1 Sigurisht. minutë 30 sekonda ku duan ato përgjigjet e shpejta, dorat e pulsantit tek të dy. Duan ato përgjigjet e shpejta pasi vetëm me një fjalë do të jetë dhe përgjigja që mund të jetë po, jo, e saktë gabuar ose një fjalë tjetër. Kështu që jemi gati për të filluar me një herë? Po. Gati? Jeti gati? Tu fitoni Tu 5 fitohen pikë shumë për- pikë. po, Normalisht për 5 secilën pikë, pyetje. por sa rrot sa faleminderit Greta për përgjigjet e gabuara janë -5 pikë, që thot pika i kalon konkurrentit tjetër për çdo përgjigje të gabuar. Okej? Si thoni? Që e kemi kujdes këtë pjesë. Shumë mirë duar. Hajde Greta, shikoj këtu me mua tani pyetjet, Hajde, direkt dhe Gati. shkojmë me një herë. Mirë, le startoj koha për filluar me pyetjen e parë. Pyetja është: struci ka syt apo trurin më të madh? Syt. E sakt. Krokodili mund zgjatet deri në moshën 8 vjeçare apo jo? Jo. Po, e sakt. Tarat e larta u krijuan për femrat apo për meshkujt? Për meshkuj. E sakt, në vitet 1600, në Izrael, femrës a i kërkohet të kryej ushtrinë me ligj? Po. E sakt. Sa herë më shumë baktere ndodhen në trupin e njeriut në krahasim me qelizat? Ndodhen 10 herë më shumë. Çadra përdoret vetëm kur bie shi? Jo. Okej, e sakt dhe kur ka diell të fortë. Sa dishepuj ndodhen në tavolinë me Krishtin në darkën e fundit? 12. E sakt bashkë me Krishtin janë 13. Sa përqind të llojeve të bimëve të Europës ndodhen në Shqipëri? Okej, përgjigja e saktë është 30%. 50% e sipërfaqes së Shqipërisë mbulohet nga malet? Po. Jo, është vetëm 70%. Australia importon deve nga Arabia Saudite apo jo? Jo. E saktë është Ana Sjellta. Kur është bërë për e parë çokolata? Ku? Në cilin vend? Në Irland. Çfarë ngjyre kanë pasqyrat? Të te duk. Të gjelbër. Cili qytet shtrihet ndërmjet 2 kontinenteve? Si se gjetët të fundit? Ka përfunduar koha dhe përgjigja e saktë në fakt do të ishte Stambolli.
Stambolli. Nuk e dim, Po mirë, ishin 13 pyetje, kishte shumë përgjigje, edhe e di si po më dukej sikur në momentin që përgjigjej Ketli, do përgjigjej pastaj Arlindi, se e kishin kështu njëri tjetër. Por si përfundim Ketli përgjigj më shumë, a? Nuk e di, atë do ta shohim pas pak, sepse do shkëputemi për pak çaste ka publicitet. I më rikthyer këtë dashurmish nga publiciteti, ishte një shkëputje shumë e vogël, por më besoni që gjatë se shkëputja aq të vogël, që të dy filluan ngrineshin keq me njëri tjetrin. Jo, nuk po gënjej, e kam seriozisht. Mo po filluan jo unë te kujtsi i dytë kisha kalova çik më përpara, jo po unë te i pari i bëra më shumë se ty. Po të bëhet kështu më David. Ç'bëhet, unë nuk e di, unë them që se mos na ndodhi tani në transmetim, po them që ti themi pikët. Po mirë themi pikët edhe ta vlen mendje sepse Caitlin nga shkolla Petronini Luarasi ka arritur në 35 pikë dhe Arlindi nga shkolla Feti Vogli Baldush e po pas ka arritur në 40 pikë tash. Pa më një 5 pikë është domethënë. Po nuk është një 5 pikë, kështu duhet Arlind të qëndrojë deri në fund. Po mirë, fiton këtë 5 pikë. Nuk e bënzemin akoma, kështu që. Ju po bënzemin, ë? Vazhdoni të bënzemin. Shkojmë te kuici radhës. Shkojmë me një kuici ka pikët. Dhe në kuicin kap pikët është Arlindi ai i cili do kapi pikë. Sa pikë do kapi? 0, ë? 5. Ne të dy e disim gjithmonë. 15 pikë do marri konkurrenti im, jo po 15 do marri dhe konkurrenti David. Des marrin asnjë pikë. Kështu që këtë herë nuk do marrin asnjë pikë që të marrin pikë. Për t'ju asjaruar që ju tashmë dini kam përshtypjen, ne në 15 sekonda kohë për t'u përgjigjur, fillojnë dhe zbresin pak nga pak, aq edhe pikë do të marrim. Ne supozojmë që Caitlin e shtyp në sekondën e 13, kemi një përgjigje të saktë dhe fiton plot 13 pikë. Nuk e di, ne gjithmonë këtu në Ring Quiz kam përshtypjen që te ka pikët ju e keni fiksuar, besoj që ne zgjedhim një temë apo jo. Si shikon ky këtej? Mi gjuan ato këshillat për të kopjuar. Direkt. Po kopjoni në shkollë. Ta vite bluza unë këtë. Shumë e madhe. Ne si gjithmonë zgjedhim një temë sekret dhe janë skajet territoriale shqiptare. Pak gjeografi domethënë. Se thash unë, thash në fillim, jo po se Caitlin si e? A kjo pjesë? Mirë. Arlind? Mirë. Shpresojmë për mirë këtu, Arlind. Mirë, pyetja e parë është për ty, duhet të se konkurrenti i parë. Kështu sipas shortit. Skuadra. Okay. Tash do ta shpjegonte, do të isha kështu sipas shortit që ne kemi. Jo, thjesht për ego personale. Thjesht për ego. Mirë. 15 sekonda dorën te pulsanti, sa më shpejt e shtyp, aq më shumë pikë, por gjithmonë me një përgjigje të saktë. Pyetja e parë për ty është: cila është qyteza e cila ndodhet në skajin më jugor të Shqipërisë? Qyteza. Kush ndodhet në fund fare? Konispoli. Konispoli. Okej, përgjigjja është. Apo të gabuar? Përgjigje saktë, ishin 12 sekonda, ndaj dhe u ktheva. Dhe 12 pikë. Bravo qoftë. Jo, realisht bravo qoftë. Shumë mirë, Konispoli është qyteza dhe merrti mirë se kisha prik kur ti po i thoje kështu. Jo, merrti mirë se vërtet. Nga që kisha prik se do ma ngatronte. Kisha prik se do ma ngatronte me Sarandën, prandaj isha qyteza. Nga eksamina i butrin tani. Ese dhe ndodh, sigurisht. Mirë, shumë mirë, bravo, i ke rrëmbyer 12 pikë. Hajde të vetë ti Arlind tani se e njëjta gjë është, thjesht shkojmë në veri. Mirë, do të ishte pyetja për ty, pra siç po e parapria, cili është fshati i cili ndodhet në skajin më verior të Shqipërisë? Është fshat. Okej, nuk i kemi pritur. Okej, ishin 15 direkt. Ishin 15. Ishte Vermoshi. Vermoshi. Okej, përgjigjja është. Mirë, përgjigjja e saktë. 15 pikë, 15 sekonda. Sepse akoma pa nisur koha mirë, jo se është konkurrenti im, po tani. Po ja 15 tash. Si është i Caitlin që 15 pikë fitoi ai dhe ti 2 pikë? Ju botë të. Si ti është më thënë? 3 pikë. 3 pikë. Se pra. Ishin të 5 çfarë? Po mi 8 pikë. Po ti Arlind. Të duk vetja me fat apo ishte shumë informacion që thuaj e dini? Ishte i thjesht. Mirë, shikojmë tashmë që janë të thjeshta. Pikët shpeshherë nxitohen edhe ne të dy kemi fajin e dy. Po kemi fajin, po mirë se këta kishin këto ide domethënë tyre gjërave. Shikojmë sa do njihemi personazhet në kuicin sa më një. Kuici Samonia, aty kur çdo javë sillim një personazh ndryshëm, ato super informacione që ne ndjekim në insert, dhe normalisht nuk zhënjejmë asnjëherë me ato zgjedhjet që ne kemi. Por gret para se të shkojmë te ato personazhe, çfarë do thonë një, ha? Se ishte këtu. Dhe ato janë që këtë herë ai personazhi që kemi zgjedhur është aq i njohur, po sepse është i njohur, sigurisht që prej. Mirë, mos shkojmë mirë. Kapën në një kështu në detaj. Në detaj kështu se ne filluam. Akoma jo, po
po prisni. presi si e Mirë, t'ju pyesim juve të njohim pak më shumë. Ke çfarë pëlqen të bësh në kohën e lirë, cili është hobi yt? Se ne nuk njohim vetëm personazhet, ne njohim dhe juve, jo më kot sa më Atëherë një. hobi im është sporti. Në kohën e lirë më pëlqen të ushtroj futbollin ose ciklizmin. Calceto, domethënë? Po. Dhe Ja dy kishte pas emisionit në the. Kur e tha më kur Po e tha? Grimo, ti bëj tualet, flasim për gjëra Ç'të tona. bëjmë ne të shkretë, do maskohemi. Po, maskoheni. Më saktë sa të Për karnavale. Tamam. Arlind? Po për ty Arlind. Dhe unë gjithashtu se ai pasioni im është futbolli. Edhe ti luan. Të luaj edhe të shikoj. E keni Kjo është praktikuar? e rëndësishme. Keni luajtur me një skuadër ose nuk e di apo thjesht për qef? Dhe kam praktikuar në një kohë të shkurtër. Okej. Ti Arlind? Gjithashtu thonë. Gjithashtu. Po, ama informacionet për shembull nuk e di lojtarët, se tash nuk e di se ç'm gjeti dhe mu më. Po, mirë, tash, një Ngele sekond. duke zgjedh futboll. Se këta e kanë zgjedhur tek sa më një tash, ne po tek e harrova, shikon në portën tënde, po. A, e kanë zgjedhur? E kanë zgjedhur. Po. Largojmë pak më vonë Diskutojmë tash. pak më vonë. Dy çuna që shikojnë futboll. Po, Po telenovela keni parë ndonjëherë? jo, nuk, shiko, sa ata kanë mësuar mirë historinë e... Normalisht. Ndjekim... Po tash telenovela turke janë bërë, po që ndjekim mësuar insertin. Ndjekim insertin. Sulejmani i parë, i biri i Sultan Selimit të parë, ishte sultani i 10 dhe me mbretërinë më të gjatë në perandorinë osmane nga viti 1520 në vitin 1566. Ai në perëndim është i njohur si Sulejmani i Madhërisëm. Sulejmani u bë një monark i shquar i shekullit të 16, duke udhëhequr perandorinë në kulmin e fuqisë ushtarake, politike dhe ekonomike të saj. Ai udhëhoqi ushtrinë osmane drejt pushtimit të fortesave të shumta të krishtera, si të Beogradit, Rodosit dhe pjesën më të madhe të Hungarisë. Pas gjithë këtyre triumfeve, ai dështoi ta pushtonte Vienën në vitin 1529. Fitoreve të tij u shtuan edhe suksese të tjera të shumta. Në krye të një perandorie të zgjeruar, Sulejmani personalisht kishte kërkuar ndryshime të mëdha legjislative, të cilat lidheshin me arsimin, tatimet dhe ligjin penal. Ligjet e vendosura në kohën e sundimit të tij gjetën përdorim edhe shumë shekuj pas vdekjes së tij. Ai nuk ishte vetëm një poet i shuar, por edhe një argjendar i Zotit. Ai ishte gjithashtu një mbrojtës i madh i kulturës, artit dhe zhvillimit të arkitekturës. Sulejmani ishte shumë i arsimuar për vetë faktin se zotronte 5 gjuhë. Madhështia e tij nuk do të harrohet kurrë, pasi sundimi i tij 46 vjeçar të Sulejmanit të Madhërisëm. Që bëjnë që tashmë e kuptuat... Estur gëta! Puth pador! E se unë jam këshu! Ti e hyrremi. Si thona sa me princesh? A, jo. Shezate? Jo me princesh, është si thonë këta turqit. Allah, di në të e thonë. Sultanesh. Sa e vështirë ishte. Apo për ullet të ajo. Mahide, a i thonë, e kuptuar sa telenovela kemi parë, të më thënë që... Nuk është e vërtet. Absolutisht. Kjo janë informacione që ne kemi marrë nga historia dhe gjeografia. Po mirë, tash. Gjeografia cili dhe kishte pa ajt. Gjithsesi nga harta mbase, pasi tanë vendet që janë pushtuar. Mirë, ishte Sulejmani i Madhërisëm, pam dhe ndoqën dhe insert normalisht. Përveç asaj pjesës shakaze të telenovela është një nga personazhet më të përfolur periudhën historike në shekuj që është dhënë që nuk po flas shumë se zua të jap indicie indikacione të çunave për pyetjet. Por që dhe siç ishte fundi i insertit. Keni marrë perandorinë osmane për shembull e keni marrë në Po, kemi marrë. Edhe Sulejmanin jam i sigurt që keni marrë në vitin e 3 merr në historinë e vitit 3. Po, ju ka ndihmuar kjo pjesë. Po, deri diku po. Mirë, gjithsesi, besoj keni qenë të vëmendshëm, keni ndjekur dhe keni dëgjuar informacionet që janë dhënë në insert, domethënë që të shkojmë një herë me pyetjet për parë se përgjigjeni. Mos harroni edhe këtu janë 5 pikë për fituar për secilën pyetje. Më i shkati, më i shpejti që harruam ta them të quizi ball për ball, do jetë edhe këtu në këtë rast. Kështu që dorën tek pulsanti për të mbyer 25 pikë që janë total nga 5 pyetjet. Po kthehem nga ti sepse të duhen pikët në moment. Okej? Mirë. Do të shkojmë një herë. Po, harruam prapë diçka ta themi. Qose përgjigj një gabim, pika e kalon për brendin tjetër. Atëherë, pyetja e parë është: si quhej paraardhësi i Sultan Sulejmanit? Paraardhësi se babai i tij Na emër turk se do i gjeni po ha. Ha? do qeshni ju kur nisi inserti, domethënë, nuk do e plani, sepse thuaj në fjalinë e parë, ka përfunduar koha. Se ne të qeshëm. Ne jo, në fare, domethënë. Ne i bëm për qeshëm. Paraardhësi i tij ishte Sultan Selimi i parë. Baba Selimi. Selim baba. Baba Selim baba. Ja shkëm. Shkojmë në pyetjen e dytë, jemi gati, pyetja e dytë. Tani duhen përgjigje se s'ka kuptim. Në cilin vit dështoi pushtimi i Vienës nga perandoria e Sultan Sulejmanit? 1529. 1529. Okej, përgjigjja është
Përgjigje e saktë ishte viti 1529, aty ku Proneria Osmane pas shumë fitoreve që kishte bërë, gjeti disfatë gjeti humbjen ndaj Sigurisht. Vienës, Austro-Hungarisë atëhershme. Bravo, ke fituar 5 pikë. Kështu më na qëndro deri në fund kuicit edhe mos i hutoj më tepër se harrojnë informacionet. Janë 15 pikë tjera për të fituar. Me këto 15 pikë kalon avantazh me ca llogari që bëra unë si gjithmonë në mendjen time. Ndërkohë që moderoj kam shumë. Bëra llogari domethënë, mirë. Kalo 3 pikë para. Shiko, se nëse ti përgjigjesh saktë dhe ai përgjigjet gabim, çfarë si ka fiton ti? Okej, mirë, bravo Greta, na kënaqe. Le të shkojmë në pyetjen numër 3. Në cilin shekull sundoi Sultan Sulejmani? Shekullin e 15. Shekullin e 15. Në shekullin e 15. Okej, përgjigja është shekulli i 16 ishte viti 1520 e ca që mua nuk kujtohet tani, po që është shekulli i 16, aty ku pati edhe atë periudhën e tij më të mirë dhe kohës të sundimit banorërisë. Për hir të çakave, ka qenë një perandori e cila jo që ka pushtuar se sa kontinente, se tani nuk e mbaj mend, po që mori një pjesë shumë të madhe të një vendeve shumë të mira dhe të fuqishme. Gjithsesi, i ke falur 5 pikë konkurrentit, shkojmë në pyetjen numër 4. Nuk ka probleme, do të një herë pyetjen e 4, e cila do të ishte: kush ishin 2 cilësi ose talente të tjera që Sulejmani kishte? Sigurisht përveç se një luftëtar, okay? Poet dhe argjendar. Poet dhe argjendar. Dhe kemi përgjigje të sakta apo gabuar, e shohim tani në këtë moment. Kemi një përgjigje të saktë. Ai ishte një poet edhe një argjendar. Keni lexuar ndonjë nga poezia apo s'ka mbetur gjë? Kot pyes. Po ti nuk ka shkuar Hyrremit ato, i ka futur këtu te bluzja. Tek ato fustanat. Vetëm bluza që ishin fiks. Po e thash kështu unë. Pyetjen e fundit për këtë quiz sigurisht, e cila është: prej sa vitesh ka sunduar Sultan Sulejmani? 46. 46. Okej, përgjigja është? Është saktë. Saktë 5 pikë të fituara. Mirë ti ke sepse e di, ëh? Se pash Unë merri shumë mirë që su përgjigja ai dhe përgjigj konkurrenti. Mirë, duhej, tha Devi, duhej shpejtësia, duhej siguria në përgjigje, duhet ta kishte dëgjuar mirë insertin. Nuk ka problem. Ne do rikthehemi pas pak. Pas pak, publicitet. Jemi rikthyer tashmë nga publiciteti, e pam pak më parë që diferenca ishte vetëm 5 pikë, por me dy quizet që patëm mundësi të ndiqni në quizin ka pikët në quizin sa më nje, ka ndryshuar diferenca, është thelluar diferenca dhe jemi me Ketin nga shkolla Petronil Luarasi, i cili ka 52 pikë të grumbulluara deri më tani, dhe Arlini nga shkolla Fetiv Vogli Baldushk, i cili ka 70 pikë. Pra 18 pikë diferencë ti gjatë publicitetit po bëj llogari dhe e di situatën, por kjo do të thotë që tashmë në quizin që do shkojmë do të fitosh 20 pikët pasi jemi në quizin bonus. Dhe në këtë quizin bonus, Lash Devin mjaftueshëm të thoshte që jo po se do fitojmë, jo po se nuk do fitojmë. Po ç'është kjo fjalë më gjithë ajo diferencë dashket fitosh. Po ja pra 20 pikë tani dhe 2 pikë para ai nuk e gjen edhe rregullohen punët. Mua më qellon gjithmonë një problem i madh, sepse gjithmonë konkurrentët e tu janë çik shumë më të gojës, më të shkallët, më kështu. Po ç'keti se flas unë për Arlindin, se ky Arlindi nuk flet dot. Po mirë ti fol me vllafën e flas me rezultate pastaj se nuk me 4, kush i ka deri tani? Kush ka deri tani më me 70 pikë. Me 70 pikë po ta të mbej pikë kush do të ketë në fund. Ja shikojmë tani. Ora Arlin, ore ju kam thënë tjetër, kam taka. Mund t'i heqësh domethënë. Por ti mos harro që takat në vitet 1600 ishin bërë për meshkujt. Edhe këtë gjë gjeti ke. Informacione normalisht. Mirë, jemi në quizin bonus, shpjegoje. Rikthehemi se bonusumën me Devin, jemi në quizin bonus ku 20 pikë do të fitojnë nëse do të kenë përgjigje të saktë. Shpesh gjithmonë ndodh që alternativat që quizi bonus ju ofron, ndoshta edhe i ngatrojnë, por shpesh na kanë thënë që na kanë ndihmuar goxha. Megjithatë neve na kanë mësuar mirë në shkollë që të analizojmë të gjitha alternativat dhe unë kështu do ju këshilloja. Edhe të fitojmë 20 pikë pikërisht për Arlindin. Po ta shikojmë domethënë. Shko se unë shoqja ime ka pas Arlinda. Kështu që jemi grup. A jeni grup? Po çfarë kishte kjo? Po ku diun më kujtu nga ai. Sepse jo për çfarë, po puntatën që kaloi. Po çfarë thoya tash po e themi që kam një shoqe me emrin Arlinda. Pastaj puntatën që kaloi mora me radh. Po, gjithë fisin. Po, kështu që këtë herë jam penale se mbaj mend emrat, kështu që do e them unë. Ti e shpjegove mjaft mirë quizin, 10 sekonda, 20 pikë për fituar. Pyetja parë është për ty, Caitlin. Unë nuk ta them Caitlin, ta them atë në fund, po zëri se nuk e them. Çi kemi sponsoruar këtë herë. Pra, Caitlin, mirë. Je gati për pyetjen? Gati. Okej, le të shkojmë një herë me pyetjen e parë në quizin bonus për Caitlin dhe pyetja është që shfaqet në ekran tashmë. Liçeni i vetëm në botë ku jetojnë peshkaqen është A. Liçeni Victoria, B. Liçeni Komos, C. Liçeni Nicaragua,
apo D, liçeni i Michiganit. Pra, liçeni i vetëm në botë ku jetojnë peshkaqenët. Victoria, Comos, Nicaragua apo Michigan? Mendoj se është C, Nicaragua. Nicaragua. Okej, përgjigjja është e sakt 20 pikë dhe në këtë moment jemi 2 pikë para Arlindit që nuk do përgjigjet sakt, Greta? Jo, sigurisht që do përgjigjet sakt. Edhe e di informacionin apo? E di. Dhe ndër të tjerat ajo ishte e dura. Ajo është e duar, okay, shumë e saktë kjo. Në fakt, kur I lexua me Devin gjithmonë skaletën brak më përpara, po I thasha Devit, mos është gjë deti ka spikë edhe po më shifte. Çfarë po thumi tha? Po det na ve liçen çlive ka. Dhe pastaj ne të dy zbuluam që deti ka spikë është liçen për ta ditur. E zbuloj Greta, s'u akoma se nuk jam Ameriko Vespucci që të zbuloj Amerikën atë gjë të tilla. Apo s'ka zbuluar ky? Çka ka bërë Ameriko Amerikë, po jo pra se ja, shim nga emri. Shkote bonus e ti. Lëre parë, ikte bonus i dytë. Pyetja e dytë do të ishte. Ne shkojmë me pyetjen më një herë për Arlindin dhe pyetja është: Faqen e ekran. Ku jetojnë realisht peshqit piranja? A. Në Amerikën e Jugut, B. Në Australi, C. Në Japoni apo D. Në Rusi? Ku jetojnë peshqit piranja? Dhe nisim me një herë sekondat. Në Amerikën e Jugut. Në Amerikën e Jugut. Okej, stopojmë kohën. Amerika e Jugut është përgjigjja dhe është. Dhe je 18 pikë para sërish. Nga dije apo si? Nga e dije nga filmi. Po. Po havi çfarë bëhet? Se na thon prindrit pastaj që filmat nuk na bëjnë mirë, po telefoni nuk na bën mirë. Se fola për ty më duket. Nuk fole për dy talentet. Mirë, ishte kjo situata, Gret. Ishte ua, nuk e di çfarë po ndodh me këto të dy, sepse nëse kuicin ka pikët gjithmonë kemi pasur që jo po se nuk I gjenin përgjigjet, edhe këtu në bonus tensionoshën, ju bravo I keni gjetur. Po mirë, tash shkojmë quiz tjetër që rrallëherë shpesh herë dhe ngacojnë ato. Po, se nuk duhet të bëjnë çfarë nuk duhet të bëjnë, ne shohim. Nuk duhet të bëjnë autogol. Jemi në quizin në portën tënde. Jemi në portën tënde, aty ku sa dhe Greta pak më parë, që e shtova unë. Çfarë nuk duhet të bëjmë në portën tonë? Autogola. Autogola, tha çpate se. Zot do bëjmë autogol. Jemi në këtë quiz ku koha përgjysmohet, pasi janë 5 sekonda për të përgjigjur, por pikët janë 10 për secilën pyetje, pra 40 pikë në dispozicion që bëjmë pak llogari neve dy. 40 në 17. Lëri të bëjmë llogari se jeni 18 pikë para. 22 pikë para, domethënë. Ashtu do ndodhi, ashtu do. Mirë. Ne tham pak më parë në quizin sa më ne që të dy djemë sot kanë zgjedhur futbollin si fushën tyre të preferuar, aty ku do të kemë mundësi që të ndjekim edhe pyetje që janë 4 pyetje për secilin. Po ndiqini ato pyetje, mësoni rreth volejbollit edhe futbollit edhe sportit, unë nuk do mësoj gjë kur. Kur domethënë? Kur më po nuk e kam qejf, si ose kuptoj. Si për këtë skuadër bëje tifo ti? Ku më mendon? Se mbamë? Se bëje tifo nuk? Po se gjithmonë aty skuadër ndryshe. A prandaj po ja fuskot. Thuaj një sot. Thuaj një sot. Me Konjë Spolin. Me Vermosh. Me Vermoshën ti, okay. Kedi, si skuadër për tifo? Për Interin. Për Interin, okay. Jam më me Inter. Si e pa shtremët ai tjerë. Jo, po se më kujtu me Interin jam unë se është vaj, po. Qyqo se do. Do m'djeki dhe do të qarove. Arlind? Me Juventusin. Jo, jam me Juventusin. Je me Juventusin ti. Unë jam me Juventusin, ti je me Interin. Unë jam me Inter, po në apo se janë vesh me blusat? Apo se kanë kështu fanellën blu? Bravo, di shumë informacione për futbollin Greta, e tregon në çdo puntat. Mirë, Keti, konkurrenti I parë dhe fitues I puntatës së sotshme. Je gati për pyetjet e para? Gati. Okej, le të shkojmë një me pyetjen numër 1 për ty, mos harrojmë janë 5 sekonda kështu duhet përgjigje saktë. Atë çfarë pyetje? Atë çfarë çuni do të thotë? E di unë përgjigjen. Cila është skuadra me më shumë tituj fitore në Premier League? Kush ajo skuadër? Manchester United. Manchester United e përgjigjja është. Përgjigjja e saktë është skuadra për cilën do unë bëj tifo, prandaj isha këtu atë çfarë pyetje domethënë. Edhe unë apo Edhe ti, ti gjitha, çfarë ngjalë sot na gjë? Le për nesër. Jo, me Juventusin jam. Aty. Se është ky prandaj. Çfarë do thoje vllai kur çohi? Jam me Interin. Mirë, hello. Pyetja e dytë për Caitlin. Në Champions League të vitit 2015-2016, cila ishte skuadra që u përball me Real Madridin në finale? 15-16, Real Madrid kundër kujt ishte? Juventus. Juventusit, okay. Përgjigjja është E kupton që nga reagimi jo ai. Ka qenë një derbi spanjoll, pasi ka qenë kundër Atletico të Madridit. Se çau tha? Futboll, pasi për futboll.
Me ato emailërat, penelërat e tua. Një sekond, ne marrim Kafkën, a e tham? Kafka? Po Kafkën pra, Franz Kafka. Pyetja numër 3. Për email box. Pyetja numër 3. Cili është lojtari me më shumë kupa personale të fituara nga karrierën e tij? Cili është lojtari? Besoj Cristiano Ronaldo. Ronaldo? Okej, përgjigjja është? Është e gabuar, është Dani Alves, që ka 39 kupa në total në karrierën e tij. Nuk shkon te mendja. Nuk shkon te mendja. Po mirë, është mundësia tani që të shkojmë prapë afër pikëve të Arlindit për përgjigje saktë. Ti i dije këto se ta harruam ne? Po. I dije edhe të dyja pyetjet. Realisht? Edhe unë i dija. Mos fol më. Okej, pyetja 4. Ku do të luhet finalja e këtij viti të UEFA Champions League? Në cilin qytet do të luhet? Thuaj një jepi. Po pse nuk provove? Nuk më kujtoj, u bllokova. Jam i sigurt që se folëm kaq shumë për ekipë spanjolle Real. Do të shkote mendoj që do ishte në Madrid, në Santiago Bernabeu. Do ishte përgjigjja e saktë. Gjithsesi, ndoshta ishte informacione shumë përgjithshme, çuna ndoshta fokusohen më shumë që të shohin futboll, mënyrën se si luajnë ose diçka e tillë dhe jo ti lexojnë informacionet. Pastaj thash diçka logjike që nuk ishte të bënte me. Patjetër, le të shikojmë Arlindi si përgjigjet. Jepi gët. Hajde. Se çop, se nuk e di, do më thjesht do lexoj. Lexoj mirë të paktën. Po, kështu për të lexuar Po mos dinë. lexoj dhe ai, vetëm ti. Di po. Ku kam syze? Jepi. Cili është lojtari me më shumë gola në Champions League? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, dhe kemi një përgjigje të saktë apo të gabuar, se u përgjigjem direkt. Okej, përgjigje e saktë dhe për informacion janë 121 gola të shënuar nga Ronaldo. Po pra. Jepi gët. Pyetja e dytë. Sa ishte rezultati i finales së Champions League të vitit 2016-2017 midis Real Madrid dhe Juventus? Pra, rezultati i kësaj finaleje. Real Madrid Juventus 2016-2017. 4-1 për Real Madrid. 4-1 Humbët, për. a? Okej. 4-1 Okej, për Real përgjigjja Madridin. Ta ka qenë një humbje e thellë. Se 4-1. Normal, Juventus si skuadra e dobët. E ku di unë? Çoj pyetjen e tretë shumë mirë ti se po më përgjigjesh saktë, kjo ka rëndësi ç'na duhet në futbollin. Pyetja e tretë është, cila është skuadra me më shumë fitore në FIFA World Cup? Okej? Real Madrid. Real Madrid. Dhe kemi një përgjigje të saktë apo të gabuar, e shohim tani. Real Madrid është për FIFA World Cup. World Cup. Skuadra apo World. FIFA World Cup. Gjithsesi, është Brazili i cili ka 5 fitore. pa skuadra prandaj ngatrova. Po skuadra pra. Brazilit. Është kombëtare. Po skuadra kombëtare, është skuadër. Gjithsesi gët, pyetja e fundit. Po skuadër, skuadra kombëtare. Jepi gët, pyetja e fundit. Ti bi. Jepi pyetja Pyetja e e fundit. katërt. Sa është shifra e transferimit të Gonzalo Higuain. nga Napoli tek Juventus në vitin 2016? 94 milionë euro. Sa? 94 milionë euro. Okej, rreth Okej. 90 milionë euro. Okej, dhe kemi një përgjigje të saktë apo të gabuar? E saktë normalisht, 94% saktë, po e tham rreth 90 milion Aty euro. jemi Lek dhe- i madh hidhet për këta njerëz që Shoj, zot lozin ja Maru, 6 domethënë. vite, pastaj plakën s'lozin më. Po bëhen kështu më trajner apo jo? Nuk di unë çfarë bën Do- ata. s'do Unë të veqit. them shkojmë publicitet dhe shikojmë Kojmë çfarë se bën. unë me futbollin Publicitet. publicitet. I më rikthyer nga publiciteti dashur miq dhe janë qetësuar qakrat. Nuk janë zënë shumë gjatë këtij publiciteti, apo u zonë të spazhon? Se ti si qa këtu? Si që u zotë të dy. E se mos do e pranojnë ato para kamerave se çfarë realisht ndodhi. Mirë, do ta them me njëherë rezultatin sepse jam shumë e kënaqur për rezultatin, jo për gjë. Që mund ndryshoj nga momenti në moment. Sigurisht që po, Kuptohet. mbetet se ne përgjigjen do ta japim në fund, tha Arlindi, dhe jemi me Jepi Ketlin gat. nga shkolla Petronini Luarasi, i cili ka arritur në 82 pikë, dhe me Arlindin nga shkolla Feti Vogli Baldush në 120 pikë. Të Kolta plota shumë. për Arlindin. Të plota, nuk ç'do janë bëjmë? Jo, përgjithësuar. pra ato janë të përgjithësuara. Ah, okay, mirë. Nga 82 Ku do do jenë shkojmë tani? qenë Cilin quiz? E ne do shkojmë në quizin Flash. Flash. Ndjekim, quiz i Flash. Mirë, jemi tashmë në quizin Flash, aty ku si në quizin sa më një që zgjedhin personazhe, edhe këtu zgjedhin çdo javë një diçka ndryshe, një person nga jashtë studios së Ring Quiz për t'u drejtuar pyetje juve të dyve. Normalisht secili prej jush do të ketë 2 pyetje për të përgjigjur.
10 pikë për secilin pyetje, do të thotë 20 në total për secilin dhe 10 sekonda për përgjigjen. Këtë radhë kemi zgjedhur një zysh. Po, ala me zyshe. Ala me zyshe, thot Greta. Super zysh. Një zysh fiskulture që ju përshtatet më thënë atyre profilit dhe dëshirave tuaja të Ju kemi ndihmuar për hir të vërtetës. A thua? Bedoj se po se. pyetjet- Do i din, mo do i din se jam kështu. Unë i di për shumë. Ti i di, se i ke aty përpara në skalet. Mirë, e ndjekmi një prezantimin? Okej, ndjekmi prezantimin e zysh Tazës. Përshëndetje Rinkuic. Jam Taze Canameti, mësuese e edukimit fizik. Kam përgatitur disa pyetje për ju. Jeni gati të përgjigjeni? Zysha Zysha e tha. Të dy zysha e tha. Jeni Zysha gati? tha, jeni gati ju? Jemi gati. Jeni gati? Jeni gati Erlind? Mirë, pyetja e parë është për ty, Keti. 10 sekonda gjithmonë, pulsanit për të përgjigjur. Le ta ndjekim pyetjen e parë. Sa e gjatë dhe e gjerë duhet të jetë një fush voleybolli? Sa e gjatë dhe gjerë duhet jetë një fush voleybolli? Okej, kemi stopuar kohën. 12 me 6. 12 me 6. Okej? Okej, do ta shohim. Përgjigjja është është e gabuar, është 9 me 18. 9 metra e gjerë dhe 18 e gjatë. Po kuptohet, se Se, nuk a jetë që 9 e keni gjatë, metronin ju? 18 e gjerë. Ë? I keni më të mbajnë metronin. E pa tani? E po tani. Jemi sik më kështu ne. Mirë, ky është standardja e gjatësisë dhe gjerësisë së fushave të voleybollit. Ndjekim tashmë pyetjen e dytë për Arlindin dhe ajo është. Cili futbollist e fitoi topin e artë këtë vit? Okej, cili futbollist? Luka Modric. Luka Modric, Luka reagimi Modric. kiti që ishte. Ishte. Okej, përgjigjja Kemi është. përgjigjen? Okej, kemi përgjigje të saktë. E saktë. Kemi ç'ishte, ha? Fajnë ka zysha. Fajnë ka zysha. Ç'ishte kjo pati? Asgjë. Asgjë. Okej, pyetja e dytë për ty Keti dhe pyetja e tretë nga Zyshtazja është. Cila skuadër e voleybollit është aktualisht në vendin e parë në kampionatin kombëtar të Shqipërisë? Okej. Edhe zysha aty në Në fakt, ambiente për ndihmuar pak është një skuadër që prej vitesh në kohët e para ka shkuar në kompeticione botërore. Vllaznia. Vllaznia, okej, përgjigjja është. Është e gabuar në fakt. E di pse e di unë këto? Që nga skuadra e minatorit e qytetit të Mirditës Rëshenit. Do ta thosha unë. Po sepse, jo, tani se unë e lexova, kupton? Ha. Ti nga Rësheni. Po. Mela, shoqja Pa tjetër që do e përmendse. Nga Rësheni. Domethënë Mund të ishte ka shkuar edhe këtu në skalet, domethënë. P.S. Këtu do më përmendesh dhe mua, of course, si një rëshence që jam. Këta janë shënime që kemi në skalet neve nga shoqet e Gretës, po që nuk është e vërtetë, se sigurisht në pyetjet. nuk është e lexova kërë për kërë. Nuk është e vërtetë, thot. Mirë. Sigurisht në pyetjet sot i shohim për herë të parë. Pyetja e katërt? Shkojmë? Okej, ndjekim pyetjen e katërt për Arlindin. Sa është maksimumi i pikëve që një basketbollist merr nga një gjuajtje e topit në kosh? Nga një gjuajtje e topit në kokë. Në koksh? Një pik. 3 pik. Okej, përgjigjja është. Okej, Kli. Se së të ranë ty këto pyetje, Se domethënë. e ka fajnë zysha. Zysha. Zysha e ka fajnë. përshëndesim. Zysha e kanë qëtë më pak. Me cilën këngë? Apo s'ka? Në një kështu. Mirë. Mirë. Ndryshoj situata prapë. Ndryshoj, po nuk e di. ndryshoj. Nuk ndryshoj, gjithsesi. Unë nuk i thras mirë kujtesës, por do Je në ju kuicin e do ju fundit. ndihmoj që ju t'i thrisni mirë kujtesës, sepse jemi në kuicin thirrje kujtesës tashmë. Në këtë kuicin thirrje kujtesës do t'i mbajmë mend shumë mirë edhe do i thrasim mirë kujtesës, nuk do më ngjajnë fare mua, kjo është pak për e sigurt sepse do përgjigjen sakt. Këtu do të keni 5 imazhe që do shfaqen dhe 10 pikë për t'u fituar në 10 sekonda kohë për t'u përgjigjur. Nuk e di nëse ju e keni parë dhe në herët e shkaluara të rinkuicit, unë me Davis mundohemi që t'ju theksojmë goxha faktin që nuk duhet që të shtypni pulsantin edhe të jepni përgjigje në momentin që unë ende nuk e kam përfunduar fjalinë, apo në momentin që ende nuk është shfaqur imazhi në ekranin që ju keni pas sigurisht. Është shumë e thjeshtë për ta kuptuar kuicin, më shpresoj që ta keni dijeni rreth këtyre informacioneve që këtë herë ne kemi zgjedhur për rinkuic, nuk e di si është dukur për shembull puntatat e shkuara. Ky kuic. I thjesht. I thjeshtë. Thjesht, a? Kjo është Mirë, parë që thot i thjesht, domethënë. Kjo është e mirë. Po për ty, Ketli? I thjesht edhe për mua. I I thjeshtë edhe për ty. Shpresoj Mos shumë thoni pak që ajo flamurëve ka qenë më e vështira. se ka kemi qenë bërë më histori. thjeshta. A ka qenë më e A ka thjeshta, qenë më e shqyr, thjeshta. e thotë dikush që është më e thjeshta. Ka qenë realisht se ne mundohemi gjithmonë në rinkuic që
Përveç se Cili ju që të janë ndryshe mësoni tjetër. gjëra të reja dhe cilëm gjëra të ndryshme, mundohem edhe që t'ju japim info që ndoshta nuk i keni ditur, por edhe që të fitoni ato pikse, sigurisht që nuk do. Mirë, Mirë, unë nuk e është di. kuici i fundi normalisht si edhe herë, këtu është punta tjetër, zgjedhim shumë një informacioni tematik veçantë. për të folur normalisht. Dhe shumë Dhe tema sot janë veçantë, jo. objekte simbolike të një vendi. Një vendi. Pra nëse do ju Gjëra ndihmoj, mos u simbolike, një trëmbni. qytet shqiptar. Jemi brenda Shqipërisë. Jemi brenda Shqipërisë dhe kam përshtypjen që gjithë jemi dashmë jemi mësuar që nëse themi do shkojmë ku diun në një vend. S'tona i gjë kështu pa dashje. Jo, në një vend të Shqipërisë gjithmonë themi aty ku është deti shumë i bukur për shkak për Sara. Po flas. E kemi sa këtu? Nuk e di. Kështu që do ju ndihmoj edhe kur çikni imazhin një herë, besoni për këtë Normalisht. pjesë. U them tani Mirë, dojnë të kucanti, si gjithmonë. Fitojmë ca pikë të mira Janë në të këtë mbyllje të thjeshta, kësaj puntate. janë 75% me 25 i bie. Me 25 shkalla vështirësi 75% mund të jenë të lehta, 25 pak më të vështira. Nice, do i gjeni. Do i gjeni, do i Nuk e gjeni. themi kot këto. Nisim me një herë me të parën, e cila është në cilin qytet ndodhet sheshi i Flamurit. Okej, japim një përgjigje. Në Vlorë. Në Vlorë. Okej, edhe kemi një përgjigje të saktë apo të gabuar? Ti je nga Vlora vetë, Prandaj fitova shumë. Tekstin unë direkt po fam kuptoj ato të më. Mirë, Mirë. Vetëm ka sa shfaqet plotësisht të dalë Imazhet, sekonda që mos domethënë për të dhënë Se e pam përgjigje. që nisi imazhet të shfaqej, por mirë. Pyetja e dytë do të ishte: në cilin qytet ndodhet Sfinksi? Ndodhet. Në Durrës. Okej, kemi një përgjigje Përgjigja? saktë, por e shohim tani. Është saktë. Ishte një kështu. Durrës, Është pra. po tallesh apo është dursi? Nuk po talleshim se në fillim ju thanë që janë të thjeshta. Mirë, Okej, kjo është pak më e vështirë, sepse që gapis mund të ketë ndihmuar ndo pak. Ndoshta. Le të shikojmë domethënë. Te liçenet jemi. Në cilin qytet ndodhen 84 liçene? Imazhin e shohim tani. Cili është qyteti? Besoj që o ta dini se ka 84 liçene, se nga pamja se disa do ju ndihmoj. Në fakt edhe thuhet 84 liçenet e Okej, mirë. Kemi zgjedhur që mos kemi një përgjigje kur nuk kemi informacion, do të ishte Belçi. Belçi, 84 liçenet e E Belçit. kishit tani që e themi, e keni të dëgjuar apo se nuk ka ndonjë E problem? kisha të dëgjuar. E kishe dëgjuar po kishe frikë. Mirë, nuk ka problem fare. Jemi tek pyetja e katërt tani. Dy pyetje sakta i ke. Gjithsesi Ti është bëje shumë llogaritje. Ti deti shohim pyetjen e katërt. shohim pyetjen e katërt, por që përqendroni te kjo pjesë, pasi është një indikacion që kur e çoni më mend me vendet që janë në Shqipëri, mund ta gjeni fare thjesht përgjigjen e kësaj pyetje. Jemi në Jepi Shqipëri, kë. qëndroj Marlin, marrim vetëm tani se në fund, se dy pyetje kemi. Cili qytet ka urën që ne shohim në foto? Ura e parë në foto. E sigurt që keni kaluar. Është një këngë shumë e bukur Veçën si ka turën. tani. Dhe Okej, se jemi në përfundim. Shia. te ura shiaku. Shia. Po dhe thash. Po që kënga s'po kujtohet. Po te ura shiakut më lodha ca bajoma që shia se çfarë thot. Më duket, se nuk e Ja, pajmë që në qëto. Nuk jam nga shiaku, nuk e di. Gjithsesi. Ku do kalem tani në? Ja, Pyetja e shohim, fundit, do shohim është e te pyetja fundit fare fundit. tashmë. Këtu merr fund gjithçka. Shpreha ime shumë e bukur. Jep Mirë, fikret. pyetja do të ishte: ku ndodhet statuja e luftëtarit kombëtar? Në cilin Ne e qytet? shohim tani. Okej? Në Korçë. Në Korçë. Okej, Dhe kemi një përgjigja? përgjigje të saktë apo të gabuar? Jam i sigurt që nuk e gjetë për luftëtarit, por për katedrales mbrapa. Normalisht, jap se ndihmojnë fotot. Prandaj, po, gjithmonë në quiz ne i lidhim edhe fotot edhe informacionin që japim që t'ju ndihmojnë. E morë vetën Ketli, ëh? Mos më bëj fytyrën ashtu, mos e shoj morë vetën. Jo, dhe Okej, kisha e morë. seriozisht. E kisha seriozisht, e ke marrë vetën. Mirë, Arlind, na thoni një herë përpara se të zbulojmë pikët e famshme Që të tashmë i rinquizit. di. I di ti tashmë? I di. Po, çuçi i di ka ky. Nëse ky i di. Nëse ky I bëj llogaritun. Ta thoni një herë si u diet në rinquit. Si shkoi kjo puntatë rinkuiti si unë djetë? Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme që nuk do ta harroj. Nuk do ta harrosh. Çdo gjë, prej gabimeve, prej çdo përgjigje e saktë dhe prej jush. Okej. Këtë do të të qënë të parë, koti për fytyrë të tjera edhe. Jo, nuk e mendova, realisht dua di më shumë se çfarë ju kënaq nga rinkuici edhe nga pyetjet. Në quiz që ju pëlqeu më shumë, që ndrojmë te ty se kthehemi pastaj te Arlindi. Ajo e qytetit Vlorës ishte.
Ajo qyteti i Vlorës tani këtu në fundit. Okej, në fund. Kuizi i fundit. Ishte një përgjigje Ai që nuk pëlqeu mbas ose ndjen më keq, jam i sigurt që ishte në portën tënde për futbollit. Portën tënde për futbollit. Mos ka gjë se ka dhe njerëz të tjerë. Okej, mos i plicunave për futboll. Arlin, ti si u ndjeva? Ndjeva shumë mirë, ishte një eksperiencë e bukur. Çfarë do të thuash shokëve të klasës edhe të shkollës se si ishte Rinquizi? Ishte shumë mirë. Po NTV-a si ishte? Këtu e duhet Gjithashtu. të Po Greta, të mrekullueshme. Po flas për televizor Greta këtë. gjithashtu. jo di pse ja them, sa ai e kishte dashur në vet Brunën, mos e se ka qef bjondet. Që na fund të me se le tani se do ca na dëgjoj. Por inin më thet mrekullueshëm, ë? Nëse mirë. pak sa kështu afër, ne gjithmonë jemi in dhe jemi me të rinj që. Unë kam një pyetje për Arlindin që më vjen në mend. Në fazën e dytë ka që e eshtur do vish? Mosore! Okej, mirë, është fundi, jemi me Arlindin nga shkolla Feti Vogël Baltush, i cili ka përfunduar garën me 150 pikë dhe Keti nga shkolla Petronil Luarasi me 102 pikë. Kur të thashë i afruar goxha nuk më besove. Edhe unë se pra do 10 me 4, pra 9 me 5 Greta. Çan si ka tani unë e thash, ai e tha që ne në fund do flasim bashkë. Kik pak Arlind me Devin fund? Flasim ti. Flasim. Nuk ka dialog. Flasim në puntat. Nuk ka dialog. Flasim në puntatën e radhës. Greta, më thuaj tash për kumta gjejmë Rinquizin gjithmonë? Rinquizin dashumish na gjeni ritransmetim të dielën orën 12:00 në ekranin e INTV-s në më të mirin ekran. Sigurisht do t'jemi edhe në YouTube çdo puntat për të parë se si përgjigjen kaq bukur këto konkurrentët tanë dhe sigurisht që do t'jemi edhe në rrjetet sociale, në Instagram, Facebook. Bla dhe Do jemi ne bashkë me Mirë pafshim, Ju duam patën shumë. tjetër. Ciao. Shihemi të premten tjetër.